Tira, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kërkoj falje që të ka rënë të presësh më gjatë. Kush më telefonon? Arifi për i Prishtinë, ta qova edhe një video amatere, vetë që e kumë po me qitë numër, Po? në hymjet Prishtinës ka dhim për i podjeve si po hina në autostradë. Po? Nonën e shmajt të vlo që am kanë bo, jo e kam vesh muë, aty e kanë lonë edhe një vend të autostradës me bo një punë benzinë, tarme. Okej. Ne kanë mush për logo burë, ne kanë shelu udhën 12 metra është udha aty, udha 2 cëre e autostradës. Ne kanë mush për logo, shtatorë në jetojnë në Francë, shtatorë më shku në ato, s'ka pos rrugës, kur gjotë tash për 12 metra, me nëzi kalon një makinë. Që mund është me thirë, që mund është me thirë të komunës ta ministria, në nuk e di... Ti ke fjallën tek hyrja në perët rrotullimit, apo si të hynë në autostradë? Në Trut Bardhës që është aty që jenë. Po, dhe kur hynë në autostradë, ajo hapësira që është krijuar aty për... Ajo pak ma poshtë, te ura Arben. Po, para se me te ura, okej? Po, në hyrjet të autostradës si të fola, po? Po, si te ura e po, në majtë është një fabrikë që i marën gota të letër, është erët, Po. Në tjetër, të merë është të vlo, të merë është, që e shenë video se dele bëni një reportajë, e ja din një rënin më mirë, që në mundësime në je ka vloa mi të të komusas, atë një pushtet nuk me akuzoj, se pushtetit s'ka faj, po na si banor, e si në që a bim për Prishtinës, a ka të material në ndërtimore, që Okej, tash po e shoh videon, po e shoh videon. 5 shtatorë, që që nga kanë bo. Kjo rruga, a kyqet në autostrada? Ja, do të më shku të rrëtë atje në arve. Nuk mund sot. Rrugë 2 store. Që ato shtylla që po shien 2 të rrugës, unë e kom qitë, da kushtu 3-4.000 euro, e këshin gjumë i shtylla në 2 të rrugës. Sa herë i marë, ku morë njerë, ku pagu me pare, për me pastru edhe dhe najlon edhe plastika, që e boj ke frima, qetash. Po, sigurisht 20 kamiona, 30 kamiona, 4, po është deri të rruga tjetër atjerve, është edhe një urë në ato. Këta të lokalt e ka shtru me asfalt, me këtë ne kanë bo lësh, po njerëzit që në kanë bo popullata. A kanë marrë përgjithësi ndonjëri për institucion, se këtu në fakt do t'jetë të ngatruar mes edhe unë, po kam dilema, do t'i drejtohet ministrisë apo komunës. Ata të komunës, një djallë që aty ka thirën, se unë i morë partija pashtitje, një djallë ka thirën, po t'u e zhutu opinionit të të arben, kur kush të merë përgjithësin. Ka thirën Ministrit Ambientit, ka thirën në komunat, ajo do të ata, normalisht me sa dione, kjo është përgjithësi e komunës. Në qartë e kuptova. Mirë, do të mbesën kontakt me ta. Do të dërgojmë fakt një ekip nesër, do të bëjmë një lidhje direkte nga kjo zona këto, do të shohim. Mundësisht që qitë numër për ta që edhe numërën e Kosovës, e që ka nevojë dalë edhe në vend Gjorës atje i presë. Faleminderit shumë.